jom këthy për Gjermanisë për me jetu një jetë në Kosovë. Për që më shkojnë fëmija atje, unë jes këtu që ato se ku më ndu. Reja jame, për do një jetë luksoze. Jeta luksoze. E era plit nuk shkojnë dyjet. Tu të na unë rrip në të punë, për në kinë 50.000 në vit. Një lopë se vjen për 78, po vjen me 2.500 euro, 2.700 euro. Qysh po bëhet tu të na 3.000 euro. Në 1.000 euro një vish për me marrë 1.100, se në marrësh një vish për me rrit. Unë ka. Unë me pas një 50.000 euro, me pas me për me punuar, për me ardhë të qëtu. Në fshatin Samandrej janë bi 400 shtëpi boshatisuna. Tregullume janë pi astënshë, po janë boshatisuna. Kanë ik njerëz në perëndim edhe s'ka. Miqtë mi dashur, përshëndetje për me Lauretës. Na sot e renin e kemi në fshatin Samadrejq të komunës së Suarekës. Ky fshat është një prej fshatrave më të mëdha të komunës së Suarekës. Kemi ardhur me vizitu, tash po shkojnë apo shohim, mos po takojnë edhe nai banor. Përshëndetje nderuam, si je? Mirë se erdhët. A je mirë? Ç'është po kalon? Mirë faleminderit. Laureta. Nderuam, si je? Ti je banor i këtij fshati, a? Po. Alim Elshani nga fshati Samadrejq, komuna e Suarekës. Apo na fol pak më shumë për Samadrejqën. Po, Çfarë fshati është? Samadrejqa është fshati i madh në komunën e Suarekës. I ka dikun rreth 1200 shtëpi, krahasim me numrin e orëve trymës e kom fjalën. Po me ju thon drejtën shumë shtëpi janë pa banueshme. I nderuam, unë dëgjova që Samadrejqa është një prej fshatrave më të mëdha të komunës së Suarekës, apo? Po. Po, është shpros shumë për shkak se kanë migruar njerëz të shumë. Jashtë vendit. Po, jashtë vendit. Në cilin vend kryesisht migruan? Kemi Sloveni, Gjermani edhe Zvicër mas shumë. Edhe Austri, po tokë. Po. I nderuam, Samadrejqa do të thoni kesh krejt, kesh shumë kafe, kesh markete shumë. Po gjitha i ka. Gjitha, po. Gjitha. Po banor shumë pak. Banor janë mbi 400 shtëpi të pa banueshme. Mbi 400 shtëpi janë të pa banueshme. Mbyllne. Po. E kom fjalën. Edhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe për shkak se fatkeqësi. Po. Kanë emigruar njerëz edhe më thon drejtën Një jetë më të mirë. Një jetë më të mirë, kuptohet. Po tash unë nuk e di që më thon drejtën me ardhë të përfundimi qysh ka ardhë kjo, ajo paka shumë po dihet. Po, për një jetë më të mirë, për kushte më të mira, absolutisht. Edhe sigurimi për bën të veten, sigurimi për bën të veten. Ka që ka ku i sigurimi, se ky fshat ka jetu edhe prap jeton. Krejt dë vetë e kom fjalën. Po, me qa merren banorët e Samadrejqës si ndërë? Për momentin ka shumë që mirën me ndërtime, me punime ndryshme në firme, punë private. Punë private. Po, vektorin, bujqësin, se nuk posh institut punume, nuk posh lopë ka... Po, është e vërtet, bujqësia, ky fshat ka qenë tipik bujqësor. Po, për momentin, ju kanë ikë bujqësisë. I kanë ikë, po. Pse i kanë ikë ndërum? Se vetë pushteti i ka bo këtë situatë, më një fjallë. Na jemi marrë me vreshtari, jemi marrë me qep, me prodhime ndryshme bujqësore, që sot nuk kanë vlerë. Se po thu nuk kanë vlerë ndërum? Po shak se ka hy pak edhe çmimi, edhe bujqësia, blegtoria është profitabile sot? Po e kom fjalën tash te vreshtaria, prodrumi është shkatru, vreshtët kanë ikë, qep nuk s'janë interesu njerëz, edhe ato kanë ikë, edhe blegtoria tash kërkoj falje, këtë asfalt me prish me lopë. Me prish me lopë, po kërkoj falje, po kjo është se edhe reja jame, edhe se për shama dhe dikuj tjetër, a qysh me majt lopë. Po janë ato... Janë do rrethana ndryshme, i tash po kërkojnë me ikë në perëndim. Për do një jetë luksoze, edhe jeta luksoze, edhe era plit nuk shkojnë dyjet.
barabarta. Rregull, ti vetë a ki në reja? Po, Jetoni bashkë, domethënë. po, jetoj unë, i kam edhe djemt, edhe vajzat janë. Martu me djalin e kam. Po nëse unë është i pejon, është i martun, po, Po, në migrema, e ki dikon i ndërru? po, edhe kam edhe vajzën edhe djalin, të muaj. Ti vetë a ki Po, qenë? janë, kam qenë pak, ko, unë ish Jugoslavin kam qenë, po, janë ata, janë me një fjallë shkollun me fakultete, me që se djalin e kom pas, edhe UÇK, edhe në TMK, Po. edhe sot jeton në Gjermani. Kjo është për fat keq, nuk është për fat mirë, jo për mu, por në përgjithësi, për X persona, se janë dokumentet. E tash, me një njeri me një person me fakultet, me shku në Perëndim, Qa ka kry djali i ndërru? ka qenë teknik medicinale dhe ka pas fakultetin Ska lidhje, po, spihim detajeve, ka pos edhe fakultet kryme dhe ka migru ka jashtë pas, një ma mirë. Po a i ka ro ma mirë i ndërru? po tash ato duhet me pyet se Po, a ti mbisedat me to? jo, me siguri ka gjetë ma mirë, se nëse me pas gjetë a ish këthy, se Taneli 13 vite. Me siguri me pas gjetë ma keq a ish këthy. Taneli për në dokumentet, tek ne vish pa dokumentet. Ti veta e ke menu në herë me zhvillu jetën tone jashtë Kosovës, jashtë? Unë, po e thomë drejtën, unë kom qenë Perëndim. Unë e di çka është Perëndimi. Unë jom këthy për Gjermanisë për me jetu një jetë në Kosovë. Po për kundra zi, për që më shkojnë fëmija atje, unë jes këtu, që ato se kom mendu. Po qyshe është situata, i din ta matë natë ka jonë me një fjallë, kërkoj falje. Për fat keq, Tash unë kom edhe djalin e dytë fakultet, edhe vajzën e dytë e ka kry fakultet, e ka kry djali i dytë fakultetin, është i ponësun. Po, motër, pa nuk e vonë bërë motër. Ish Jugoslavin, edhe pa fakultet kanë punu njerëz. Sot, për fat keq është mjerin. Nuk po gjejmë puna? S'po gjojnë punë, privat. Privat unë punoj, personalisht unë punoj që 22 vite. Sot më thot, më vjen keq s'kam punë, kuna me e drejtu, Kërkoj falë. Cili ligj mbron, cila nen mbron mu si person, privat. A është Gjermani, a është Zvicrani privat. Se ata kanë ligj, se kanë nen, kush i mbron ata privat një. Dhe na kush po na mbron, po dalin, kërkoj falje, po dalin X persona, ja kështu, ato jonë, ata i kanë veç për interese personale. Po, atje do me thonë është ligji veç, këto jetu do është me thonë që nuk respektohet sa duhet. Ka. Fëmijë ki me fakultet edhe janë të shkollu, po nuk shohin perspektivë për shkak se njëfshmëria, korupcioni, nepotizmi. Bravo. Po. Shumë me vend. Edhe, po, i ndërëm. Po, sot nëse tu kish dhonë mundësia me shku edhe me jetu në migrem, a kishe lanë Sama Drejgjën me shku me jetu? Jo, edhe pse kom bo një moshë, kërkoj falje. Në pas qenë une, në moshën 30 vjeqare, me siguri bona ki i kisha lanë, për këtë moment. Jo për diçka tjetër, jo që ka fitim atje ma shumë se këtu. Po jo ndo, edhe vjetë i kom bo, po është tjetër. Jo ndo sigurime, jo ndo drejta personale. Tu s'kibe motër drejte, qëfar drejte kom unë? Kërkoj fale. Qëfar drejte unë kom si punëtor fizik? Mi e thonë drejten, shpia niset pi temelit. Shteti si shtet niset pi klasës punëtore. Tute na, nuk ka shteti unis, kam shtëpiz alun, sot piktuit atje, nesër atje. Qështu është ty funksionu të na. Në Perëndim nuk funksionon. Shteti ka temelin, klasa punëtore ka drejtën e vetë,
pa marrë parasysh ju apunoni privat apo ka unë apo ka ai apo ka ai. E ki drejtën tonë personale që kërkush sën ta imponon. Ndërsa këto po thotë që nuk respektojnë sa duhet drejta, Ja, nuk respektojnë ligjet. Absolutisht. Ti po duke shumë i zhgënjym, qatë ka zhgënjy ka të shumë me këtë vendin dhe rumë. Po që to imigrimi që ty në personave, që ty në rinijës, ku se boni? Ka erë kjo imigrim. Ka na iki rinija. Çka menojmë na në tamë. Mas për sot është shumë lehtë, po çka menojmë mas 10 vite, ku do të shkojmë, çka do të na vjen. Aty po shgënjyna, që do të jesim, më fani, plakë e pleqë në për Po, që ashtë kanë, do me thë kanë vetë. Muni niste edhe pep shotit juj. Po, na i kemi 30 persona sot me emrat i një, shkojmë i vizitojnë që janë një person në shtëpi. Po. Këti ka jashtë, absolutisht. Po, edhe tash Suareka, Malisheva janë, këto dy vene janë që kanë shumë në mos të modhe emigrojnë njerëz, do me thënë jashtë sot. Nuk e di nështë ta janë komuna pak ma të vogla edhe se di. Jo, kjo lidhët, të emigrimi lidhët tash. Se është shumë e theksume në Suarek, Malisheva, Po, se tash djali jam është në perëndim. Tash për merra vllahun e vetë. Zdi sa më lidhish, më kuptosh këtë. Kështu që tash çdo kush që ka dikon perëndim i bën zgjidhjen. Edhe për tjetër. Edhe për tjetër. Një jetë. Po është zgjidhje kjo. Do më thë kena luftuar po nuk është liri, edhe të sot me braktis vend kështu. Motor tash për këto do mi pyet ata manal që kanë punë këtë situatë. Mu më vjen keq, Allalli koftë atyne që ka unë gjakin për këtë vend. Po, kërkoj fjalë popullore, harami koftë këtyne që kanë bërë mas luftës këtë situatë. Po, politikat e ndryshme. Kërkoj falje, po, nuk në rregull. Te na kemi nevoj, Evropa me artë te na me punu, jo na me shku në Evropë. Po thot që kemi vende pune, a? Kemi, sa dush, absolutisht. Gjermant, Zvicran, menojnë me shku në hanë, në ala për buk po lutojnë, për egzistencë. Kjo është. Tash, ki këj fakultet, me kërku, mu lidhë me një kryetar komunës për një vend punës, kjo është dëmë. Për një person, e kom fjallën me fakultet, se une jam i thjeshtë, letë është. Se i ndërun, po thot ti që dingë si rasta, që do të mu lidhë me dikën për me mor një post punë. Po, është mëse vërtet kjo. Mëra se nuk e ki dikon ati në komuna, ku ta di unë, s'mujsh me artë të veni i punës. Ose të një sen që konvenon, ose që duhet me një fjallë. Po i nderum ti do me thonë, apo na fol pak ma shumë për jetën tonë me qa merresh? Punën punë private? Unë jam punë private, personalisht, për momentin, që 20 vite punoj, po plasë në përgjithësi si fshat, kemi pas rini, kemi rini, po rinia po ikin, përgjojnë vetin, ky fshat i ka posëdu gjitha të mira një personi që i takojnë. Kemi pas shkollën, kemi pas ambulantën, kemi pas shoqnin kulturore, kemi pas këtë klubin e futbollit, do me thonë jemi marrë me gjitha. Sot gjitha janë shu ato, nuk funksionojnë. Rinia perspektive në këqyrë integrimin. Jashtë. Po normal, se tash ka ndryshu koha dhe se cili e ka mundësin me zgjedh ku me jetu, po ti po do me fol pak ma shumë që mu kriju kushtet të në Kosovë. Qka do të me bon Kosovë për me na qëndru qaj rini si pas te e ndërru? Për mu na ofru kushtet
ta funksionar, udhëheqësat tonë duhet paka shumë do interesat veta personale mi largu, të kom fjallën anash, edhe me punu për popull, me punu për rini, me hap venet punës të rinis, mja bë një qfarë sigurimi shëndetësor, mota se une punoj personalisht një muj dit, 2 dit me shku të mjeku, rroga ja me hec, kërkoj falja. Shkon rroga jeme. Po, e vërtit se janë shtrejtu gjonat. Edhe masanina një rrugë nuk del, me imbullu krejt shpenzime, do të me punu gjithë për me ja dollë. E ti në këtë rast... Ku mu apliku, ku vend komunal nësore, ku mu apliku disa herë, për vend një... Mjetë bujqësor. Mjetë bujqësor. Qka saksisht? Benas ose një spërkace dë vreshtit, se posedoj 4 rotari vërnesht, edhe nuk më kanë dhonë. S'ti kanë dhonë, pse i ndërru me qëfar arsyetimi? Po, arsyetimi duhet me pyet ata në konvenin komunal, se si plotësosh kushtet. Si plotëson kushtet? Kushtet... A i ke plotësu ti kushtet? Kushtet në këtë rast, po edhe baba dhe babgjyshi është marrë me bujqësi. E që si plotësova kushtet e po pi plotëson kushtet a i në banes, po jeton pe qëtë benasin në balkon. Aty është një... Ose, tjetra, pe merë veglën bojësore, kërkoj falje, edhe po del pe shet, s'pe qonë shpia absolutisht. Jo në dorë në tonë, me që se jo në do pak më ndryshe se... Të kuptoj plotësisht edhe mirë që po i folë se ka shumë raste tilla i nderum. Qa kam përfitu do me thonë për mes grandeve bujqësore që shtu njerës që nuk e meritojnë fora. I nderum ti do me thonë merresh me vneshta. Po. Sa toki punon? 4 rotare i kemi vnesht, me që se na familjarisht jemi marrë me vnesht, i kemi pas 4 hektar vnesht, po në bas lutës shkall i kemi zvoglu. I keni zvoglu? Po, i kemi hek, 2 shku ka joja që po drumi verës në sore ku shkatru. Edhe tash na nuk kemi ku mu drejtu, mi dërgu rrushin. Edhe me thonë drejten, edhe qëmimi është i dopt, e kom fjallën të pudrumat e verës, po qëmimi privat, po privat është sot për nesër. Ajo nuk lugaritet, për mendimin tanë. Edhe për këtë arsye, rinia po largohen pi bujqësijës. Unë e kom djalin, e ka fakultetin e kryin, po dhët babi le vneshtin. Hiqe. Pse? S'ka perspektiv. Mës me qenë pak që to subvencionet. Pak. U kryi puna këtyne. Tjeni dy bindun që këtë fshat, o marë me 70% me vreshtari. Sot i ki shkatrume. Dilni, muni me vizitu fshati, me këqyrë sa pjesë ka të vreshtarisë. U shkatru. Kush e shkatroj? Po djetë. Une jo vallaj, se une jam i vogël. Kanë shkatru, udhëheqët që po na udhëheqin. Shkatro po drumin, në Soarek, shkatro në Krushet vogël, shkatro në Ravec, i kanë privatizu ku ta di une, kërkoj fale, nga kanë pru. Tash, për shembull, e kemi në Ravec, mas shumë të i raste i dërgimit trushit, i dorëzimit trushit, po vinë pi Maqedonisa, po Greqisa, ku ta di une, nuk më interesojnë ato. Ja, pa i po ma bje muë që ka që po na zbrit, po na shkatroj. Jo bjerë me arka, jo bjerë kështu, to jonë maltretime. Gjo kjo e cila juve ju dekurajën edhe nuk ju jep hapësirë me zhvillu biznesin, do më thonë, edhe punën me vneshta. Qetë kontaktit, si familjet qetë kontaktit.
Edhe ti ma thotë edhe djali lejv neshtat e kështu ashtu. Po, absolutisht. Po, në rregull, do më thonë janë sfida me cilat përballesh ti, edhe shumë të tjerë si ti, për që ta ka një këtë tjerës. Për këtë rast, tash, që këto gjona po largohet të rinia, po ikin mësaje që tyne që nuk ka siguri absolutisht. Absolutisht. Po. Absolutisht nuk ka siguri kërë. Edhe në rase nuk vjen pushtetit me marë siguri diqka, ky vend ka mu shkatru, total. A ka me orë një kohë që kena mi qitë interesat shtetërore dhe interesat e qytetarëve të këtij vendi para interesave personale, se në këtë rast i përket politiken, politika po pasionohet, po do me thonë ti për vete, edhe neve po na lënë si mos ma keqe. Për momentin nuk besoj, për momentin, shkon një kohë gjatë, me që se ajo rini që është integru në Evropë, ajo nuk kthejet, ato veç pushtot, kthejna une që i kom bot do vite. Po thu së kthejet, ja, absolutisht. Po roste që janë këthy? Kopton shka po do më të thonë. Po, inderum. Na jemi generatat që kanë ikë në Evropë, kanë me shku te asimilimi. Asimilimi kuptohet. Po, inderum. Unë e kom vajzën, i ka thmien, e kom djalin, i ka thmien. Ata shpesher mu më thirë në gjysh edhe më folin gjermanisht, nuk më folin shqip. Po, seriosisht. Këtë bojnë mas 30 vite, ata asë nuk e intereson për mu mo. Tjeni dy bindur. Ato po ta thamë kështu publikisht. Largohen pi Gjermanisë, pi Zvicrës. Largohen do që bojnë do, mos ti unë në të gjona, i bojnë do gjonat këqia që i largojnë edhe. Për ndryshe, ata që punojnë, ata që jonë të interesum me jetu aty, ata s'largojnë. Jo. Inderum, na folëm për shumë tema, po dishta me cek edhe njëherë këtë pjesën e fshatit që është braktisë me të madhe. Na bazumi paka shumë të shkollat, për shembull, të numri të numri në Zonca. Po. E ke fjalën. Po, është e vërtet, fshati Samadraq dikur i ka pas 400 shtëpi, sot i ka 1200 shtëpi, atëherë i ka pas 970 në Zoncë, po me regjistrim ditarëve që është bërë në shkollë, sot i ki 250 në Zoncë. 250 në Zoncë. Është e vërtet, nashta po bje nataliteti, ku ta di unë, po jo bashkë që kaqë. Po, unë të thash, në fshatin Samadraq janë bi 400 shtëpi boshatisuna, janë tregullume mas luftës. Tregullume janë pi astënshë, po janë boshatisuna. Ka nik njerëz në Perëndim, edhe s'ka. Sa dhimbshme është për ty, Nderum? Ti i ki këtë ato vite edhe ke kalu një pjesë shumë të madhe tjetës tonë. Po është e dhimbshme se tash po ta tregoj realitetin, unë për sot nuk kom nevojë për fëmijë. Po nëse mas nesër, mbi moshën 70 vjeçare, kur jesi më shumë, atëherë unë kom nevojë për një fëmijë, apo një mbikëqyrje. Meqense shteti nuk ka mbikëqyrje te na. Shteti absolutisht. A në Perëndim, në Gjermani, në Zvicër, atje e thirrish ndimën e parë vjen te shtëpia, te na thirrish sa dush, s'ki ndin parë, sa do këta në të thonë. Na e kemi aballonte në fshat, punon 2 ditë, 3 ditë nuk është. Absolutisht. Kjo është për të keq, e kom fjalën. Nështë kjo është ndome se për shembull ka dhe vende, nuk po du mu bë ashtu veç mu fokusu te të këqijat, se ka dhe vende normal që po menoj qytete në Kosovë dhe fshatra ku shkojnë krejt senet në rregull. Do më thoj, e thirr ambulantën, e thirr ndihmën e parë vjen. A din ka edhe gjona pozitive mos ndalemi vetë. Po jo, ona pozitive tash thash, rrugë për shembull janë rregullu, ujësjaci o rregullu, kanalizimi o rregullu, këto janë për të mirë. Ambulanta për shembull,
ishë Jugoslavin nuk ka qenë qysh është të ndërtume sot, apo absolutisht, sot nuk janë punë të u kry nivel. Nuk janë nivel. Na kemi gurthys, i kemi 4 gurthys, 5. Unë nuk janë kundra ata pse thejnë gur, pa ata ka një qfarë drejtë dë vete. A me bo pluhun, shkojmë naltë e shojmë qa kanë do të ambientit. Kjo është për të keqë. Inderum, faleminderit shumë për bisedën, për fund a keni mesazhe dhe kujt i drejtohesh për fund? Po, i drejtojmë udhësisë në rëndë parë, Kosovare, në nivel Kosovës, nuk po flasë si komune, po indër, rinia mës të hinë rrugëna të këqia, në të ullën pak, në mendojnë familjarët e tyne, edhe thmijat tyne, qka po bohën, me qka po mirë, ku i qonë e mire edhe ku i qonë e keqa. Të koptomi e keqa qonë ka keqa, e mire qonë ka mire. Kështu që aty kisha pas dëshirë, më marë mesenet mire, jo mesenet të këqia. Inderum, ku e shet të ardhmen e Samadregjës pas disa viteve, ku e shet do me thonë Samadregjën? Samadregjën në rast se intervenohet me sigurimin shëndetësor në rënd parë, me punësimin e rinis, ka perspektivë. Nëse vazhdon qysh është, absolutisht në zhgënim. Inderum, faleminderit shumë për ta marrë mikrofonin. Faleminderit, juve suksese. Miq të mi dashur, kaq prej Samadregjës së komunës së Suarekës, e na shihemi prapë. Tutte na unë rrip në të punë, po na keni zari 50.000 euro në vit. Nër 3.000 euro nuk i lop sot. Ja, ka. Nër... Unë punoj vetë, se unë i maj edhe copat, Po e rrim me lop. Po rrena që ato? Një lop, se vjen për 78, po vjen me 2.500 euro, 2.700 euro. Qysh po bëhet tutte na 3.000 euro. Në 1.000 euro një vish për me marrë 1.100, se ne marrësh një vish për me rrit. Unë ka. Unë mi pas një 50.000 euro, mi pas me për me punu, për me ardhë të qëtu. Apo ka fitim puna e bujqësisë? Pa, fitim ka, po dhe jo edhe bashkë qatë shumë. Po do të me pas para rezervë shkogja shumë për me dash me punë. Se unë a 5 vjetë jam të që tash e kumë për mjallë, 17 hektarë. Grënë. I kumë mjallë. Por i ke harxhu, do me thonë për mbjellë. Veç parë shkojnë 2.500 euro. Samadregja pas ka njerës që merren me punë bujqësore, këtu peshom edhe një traktor. A pendojnë pak Inderum? A penojnë pak, së fëmijësh, ti e? Mirë. Ma e mirë? Mirë. Na jena gazetori në orë me vizitu sot Samadregjën. Mirë se keni arë. Mirë se ju gjatëm. Qësh po ka lanë ti? Po, mirë. Ti po shkon me livru tash? Po, për qa për përgatitur kanë? Për grënë. Për grënë. Ti e banor i fshatit Samadregjë. Po. Edhe me qa merresh saksisht? Mira me bujqësi. Me bujqësi? Po. E qka saksisht, dhe me thonë Ma shumë grënë edhe kalamosh. Edhe... Po, bësëri, edhe bletëri, po. Qka saksisht lapa? Po, bika, për mish që ashtë. E Inderum qësh është jeta në fshatin Samadregjë? Po, mirë. Qëfar fshati është e poshtë? Fshati madhë, është mirë, jam punturë, gjinje punojnë. Qësh e qeni me njën i tjetë? Mirë. Me në mali, nështë ka në erë, po që si mirë, nuk ka në. Jeni të lidhën me një tjetën, kishë shumë të... Po kojnë i lidhën së në punojsh. Apo ka fitim puna e bujqësisë dhe të shkyre, fitim ka, po dhe jo edhe bashkë qashë shumë. Se unë punojnë për momentin i mjallë e ofar 30 hektarë të grënë e kalamoqe. Ka i milivalë, ose në ato. Po, mirë, nuk ka qash shumë që thonë gjinja shumë për një somecionet e ka shumë, për nuk ka bashkë sa që përthojnë. Për momentin që mu somecionet që tërshë parat e grënët i kemi marrë, i kumë pas për bitë 1 kila grënë, si vjetë që i kumë të rëzuë. Ale parat që tërshë për momentin mi zbatuë me grënë që kemi marrë parë në vestashën që kemi marrë. Po, e somecionet së në kanë shu ala, mi pranum kanari kanë kontrolu, mi kanë pranum, po, mi lëshu si kanë lëshu. Po do të me pas para rezervë shkogja shumë për me dash me punë. Unë a 5 vjetë jam të që tash e kumë për mjallë të sotë ma shurë të 17 hektarë. Grënë. I kumë mjallë. Por i ke harxhu, do me thonë për mbjellje. Po,
Veç që farë, për momenti shkojnë për 20 hektar, veç farë shkojnë 2.500 euro. 2.500 euro. Shkojnë, po plus veshtaçja shkojnë pak ma tepër, se e qesëm të 4 kg, 3 kg gjysë 4. Na për se fermerët e moj, të 3 kg gjysë, dikush thotë ja 5, po s'është se vërtet si ja qesin 5. Në më lëvduna po lëvdojmë sa dur, po shihet rezultatin në fund. Ti merresh domethënë dhe me blegtori. Me çdo sen. Me çdo sen të shohit. Me tregtie, me krejt. Se punoj edhe me gjomë, me kamion, punoj. Domethënë me krejt ka pak edhe i gjithanë. Po jetojmë, qashtu. 4-6 anëtare, unë i valla kam në gjomëri, me 6 shoqen është. Unë jam veti 4 këtu. Fëmija ki? Po, 2 vajza e kam të martu, 2 djemi kam po martu, me 6 shoqen këtu. Djali punon në Ordigëll, po shefer. Po, domethënë kompanin Golden Eagle. Po, edhe djali vogël është 16 vjet, për 7 maj që tash shkon. Në shkolla, në sa, vejeria. Po, më nimon, me traktora më nimon, i gran. Po, se kam i edhe qera traktora, kemi se me një traktora s'mu shmi kryje. Edhe do më thonë është i interesum. Po, djali është i interesum, po s'po kom qef, po t'ka zë drejt. Me lonë qëtë zanall tem, nuk po kom qef. Se? Po, pak. Pak leverdia. Pak, nuk është qash që për thënë që një, pasë me që janë për marrë është 450. Po, për marrë për ty, për do të mi pas njerë, unë mi pas një 50.000 euro, mi pas me për me punume. Për me ardhë të qëtu, qërë, kur i kimi mjallë vjetë, ala së më qënë se nga në shu. Ala, asë një sinë. Për grënuri që ta ishim i zbatu, pak se kimi marrë farë, se farë ku marrë për momentin për 20 hektar. Tani, qështu veshtaq, ka sana, që do të krejtë. Do më thonë për mbjellje normal deri në 50.000 euro, po tani kur Jo, 50.000 si argjojnë, pse mi thonë vetë, se veç fara bëhet, për 20 hektar bëhet një 2.500 euro. Edhe afër një 2.700-800 euro bëhet veshtaqka, se nga 4 kg gjysë, veshtaqka më pak ma shtrenjë. Se edhe qështu. Po mi jetua, se jo, qash fitimi ma nuk orë, se dikur thot jo 50.000, jo, se shtim 50.000, pse me rrejt. Po edhe traktori, përzëm qëto 20 hektar, pa 2.500 euro traktorët 3.000 naftë, që ku më ftyt, në të shumë morë më dhe shriqme mund me marë, se argjëm në për 20 hektar, 20-25 hektar. Marë atër qeshë, si vjetë gjatë 22, 3, 4 i këmë mjallë, po si vjetë më pak lekshtime në ka vani më pak, se për momentë që 17 hektar se këmë mjallë ato kanë binje, e të që jetë janë pak të vonshë. Sot veç për shkoj veç me përvu, se s'po bëhet, lakë, që djeku në veç që shko bëhet traktori. E s'po bëhet traktori, kush po gale, po s'po bëhet puna. Po afrojna do më thonë drejt dimrit dhe normal... Sezona se u kryet. Po, sezona. Inderum ti edhe mirësh edhe me blegtori. Për shembull bikat, viçat, sa po shkojnë çmimi? Po për momentin janë çmimi dikush se jo po thënë 5, po s'është e vërtet 5. Ka një. Bazon 100 një ose shkojnë, po shkojnë apo 4,5 biket. 4,5 kg. Kilogram, peshë gjallë. Në qëllimi. Mështjera shkojnë qashtu edhe ato 4,20, 30. Marë, tani në kush e shejto 5 e një, po shumë pak. Po besoj me blegtori është ma profitabile se i medhën është ta qato pare, pak ma... Ma qyre, na qato pare... Sa më shumë kam pos rastin me full me shumë blegtori. Unë i copa. Oj, 8 qato pare i maje, po unë qëllimi qato pare të qëllëm pjerujmë si... Po, si rezervë. Se ta që shezëm, bojmë pak pare, po si vjetë se më qëmë pak në kanë vani, dikune e kanë lëshu, po mu për momentin s'mi kanë lëshu. Po, kanari kanë kontrolu, jo s'kanë nevoj më anku se ata i kanë kontrolu arat, i kanë pranu, tash po të këtë i vjereni, shabitish. Erdhe vitjeri, në më kënë më lëshu ma letë për neve, se për shumë më du të marrë janë naftë në vëresi, edhe shka. Se s'po kemi farë rezervë. Sfidat, një pas një është po besoj që atë... Çdo sen shëtë pa para s'nisë të kërgjohë. Po apë ju kuptojnë edhe për këto veresia të këto besoj. Po, se ka të unë për shumë mirë. E kishë këtë pumpën që po... Po, që du për të këtu se po me kera marrën pak ma lërë, që pungojnë pak ma lirë, se këtu unë pak ma shtajnë, normal. Po për të këtu s'kje sa me shumë që të këmë. Inderum, une kum pas shumë rastin me full me shumë blegtore, dhe tashti çmimet e lobëve për shembull nër 3.000 euro nuk i lop sot. Ja, ka. Unë punë vetë, se sot një isë madhërajgjë që të po e rrinë me lopë. Apo rena që ato? Ja, 3.000, për shtetet jashtë, se vjen një lopë, se vjen për shtetet jashtë, po vjen me 2.500 euro, 2.700 euro. Qysh po bëhet tutë në 3.000 euro. Po unë që thash, 100 copa një orë shritet, ka mundësi.
Besa edhe viqat 5-6 muj dhe 1.000 euro shkojnë. Po, viqi shkon të 7-8 euro, 6 euro kilo peshe gjallë. Po nuk shqitin, ata shqitin 4.000, shesin viqe. Në 1.000 euro një viq për me marrë 1.100, se ne marrë një viq për me rritë 6-7 muj me majtë për me shqitë për viqëri. Po, në mërgjema e ki dikon, e ki vëllon. Po ti vetë, a ke mendu në herë jetën jashtë të Madridit? Jo, para luftës që më konë një jashtë të dhëni, pa ku mlejtë, që tash për moment një vëlla kom pas, që ke viti që ka shumë pas qefe kom pas. Atje ku mlejtë jetë të të po për mua nuk ishtë jetë ati. Të mirë, bonë këtë se dhënë mungu i qoj. Po në që se mbepi, ma mirë atje onë, mjekësia është. Tu të ne unë rrip në të punë, për në kënë zeri 50.000 në vitë. Se si nëzeri 50.000, po pëzëm se nëzeri 50.000, me një javë ditë më konë smut, për në këtë tokën e Samadar do të më shqisë së nëjtë. Unë jem konë vlave, jo konë Gjermanie, censë s'kemi edhe. Po sot shqyqyron vlave shumë mirë, një gërën kërë sana, ka pas pak të morë. Shumë mirë, po e për që thonë, këtu s'ka e, se shkoj të doktori, s'ki. Ti vetë i ki, po, ti vetë i ki edhe 2 djemë, po ata kam pos plane në i herë me dalë jashtë? Valla një për një, jo. Mija, gjalli ka qenë që të nërdigil, po, shofer, po, midare. Rrugat apo janë të mira, hecë? Mira. Sa me bo një jetë, pak ti, pak djemë. Se tash me dje, sa ata ka një jetën e vetë, nuk mund me jetë i dërzu si pa parë që i dërzu parat. Tash ata ka një jetën e vetë, ka dhe një shokë, e sa në jonë ato. Inderum, më ka ra me shku në shumë fshatra, dhe tash ti fshatrat shqiptare janë të braktisë me të madhe. Nështë ta përshak mungesës kushteve, janë pak ma largë qyteteve, edhe sa Madrejgja, këgja e braktisën, dhe me thonë. Ka, është të vërtet. Se po menën që Polak mojna ka që shumë me migru jashtë? Unë për veti, se për shumë tash ku për një, ku vivëm 50 vjetë, për pjetë, veç ka nisët ka pak me lëshu. Ma që zribi, sëgërimi janë të sene pak ma ditut. Unë se thash parë, mjekësia është katastrofë. Allah në ujtë me shku dishka, sholla kërkuna si ndollë. Po do të me shqitë tokën e Samadraj, do të me shqitë Allah pësojsh asë pësojsh, Allah atje nuk dhjetë asë pësojsh, sa esën të sëgëron një jetën për gjithës. A më fakti që ma the që t'jollë do të me shqitë tukë për mu shërru? Është e vërtet. Është e vërtet edhe dhem kjo e vërtet, por nuk e di, a mendon që kina me arrit në herë në atë nështa me kopju Europën për qëto gjona? A mendon që ka marrë një kur që... Unë 71 jam, për para se shkave kur hajë me s'fofë, se në ka, kemi pas të mikëve, kemi pas livrezi, kemi shku të mikë. Po. Ti se ma shmes, më nërë se e rejë. Jo, jam pas luftës. Po, edhe unë vetë kemi pas livrezi, kemi pas kështu të mikë, as kemi edhën as parë. Këtu, sot da shko të mikë. Duhet qeveria edhe ato i pasë, se në katuni se ne bojnë. Qeveria do të me bo ato sena. Po imi një, kështë që të asfaltë dhe koska së janë shumë mirë janë. Po. Po, do të ato sena, ma mirë. Mjekësia do të mirë. Shtetin e manë mjekësia, policia, që të mojnë. E ti po thu që para luftë do me thonë është... A shkove, kur bës po fëtojë, se ka thënë bënë në ka... Po e ka pas tonë. Ka pas me libres kemi thu, që kemi ma i mojnë, po kemi shumë me libres. Tu tash, edhe në komën e kom thujë, unë kom përnu me vika, e kom thujë këmë, 5 mujtë ditë këmë nejtë, vetëm mua sa para kom shtimë. Vetë ke kejtë shpërë? Vetë, s'ka, është vlavë në kom pas Gjermani, edhe më s'më konë dhe vlavë t'ju i kishe marru. Ka një mu vlavë, po dikush se po kërkon mërgjem në shta dhe... Po, rasta shumë këtu. Edhe mandena do të me hi kredi e borgje për më shëru, gjanat të cilat do të me kry shtetit. Qatë kredi e nuk e di se kur s'kom hi, e shala kur nuk hi. Po, shala nuk kanë dozë, do të mi. Nuk i ka dikush do me thonë qatë pare për fatkeqësisht. Se normal edhe jeta pak e shtrejt, shqmimet janë shtrejtu. Inderum, për mu ke shumë deta dhe knaci me taku, po a e kini mesazh për të? Mirë, për momentin unë mirë jam, punoj. Po jo se kom tokën unë 30 hektarë të tokë teme, se me pas 30 hektarë të tokë se kisha në gjithë, bërë kemi se kisha shqit një copë, kisha jetuë. Po në qëllimë se këtë katonarë, ja di për njerë, mi japin tokët me punua. Me së misione i marrë, me ka dikur së ja bëmi mjë, unë për së ja marrë, se s'kom me sot. Ja di për njerë, ma lafë tokën, i marrë së misionet unë. Ta shu po letë mi në shënëzërë, po para 3-4 unë përnë që 8 djetë ka të edhe dhej. Që 8 djetë u konë shumë të lashë për me në rishkletët për shënës janë. Të konë marrë që të katën e ku që i ka dekë babgjyshja, ku në onë toka, ka pa shumë të lashë. E ta shumë për momentin shumë letë. Me letë një fëtimë dhe mush me shumë krytë.
Po, përse më qenë shumë letë, por mi dash letra, tash shumë letra. A e keni mesazh për fund për rinin shqiptare? Me punua, a mendon që Vërtet është se e drejt? pa punu nuk ka. Po, a mendon që është e drejt veç me shku në mërgim? Qa po mendon për këtë pjesë? A ka punë Kosovë nderuar, sipas teje? Punë ka, për moment. Po siguri s'ka. Sigurim s'ka po jo. Se punë, ma shtajnë se në Kosovë ka punë. Qyrë mishi, se përra më dhe lapet e mishi, shko në Gjermanie, vlave në vjetë, e mirë shumë 3 herë gjysë me ashtë mish. Tu të në ku mish qene s'ka 3 herë. Sa, tu të në jeta është do sen, në Gjermani është do sen shumë ma lije se tu të në. Pse, atë me bushtipe bojnë. Po shko në Gjermani është do 200 metra këj është talën. Tu të në s'ka 3 lopës. E vërtet, nështë ta krejt fshatin së në Si jonë përmi 50 copa, a jonë as jonë. Është 1000 shpi, shumë adagja, sa i ka 1200. Nderuar, për mua ka shumë dera dhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Të përshëndesim shumë. Stalo. Ditën e mirë. Qajti do me punu, tona të mjellën. Aj, që s'do me punu me net, koka shpinës, nuk ka ka kufiq. Nuk pej, ka ko as Gjermania s'pa në mon, as Kosovë, as ka ko. Shme me livrua? Po, me livrua, me mjellë. Mirë, jeta është e mirë, veç punë po duhet me punu ka pa. Mirë me bësi, me bëstori, me kejtë, po nuk kemi bëstori, ta veç me bësi, dhe unë ka la moqë që të mjellën, neshtë. Si e kënë shkollën 8 vjeqara, e 8 një jom të mjellën, dhe unë ka la moqë neshtë. Bësirën e fortë e duhë, se tjetër se në smuj me punu që të bësi e këmë dash prej kohës, po rinja, ma një vetëm një punojnë, pa punë nuk ka. Po me bëjtësi ti mbjellë, do me thonë me vneshta, me grur, me misër, me misër, shpita bashkë. Apo kofi tim? Vallaj, tash me qito se vecionët të në, pak e për në një mujnë, pak, që ato, veç pak. Na peshom edhe një bac këto, i nderuam si je? Jena me kamerë s'ka problema? Si je, a i mirë? Laureta, qësh po ka Elena, mëj me ta në gjitë mikrofonin Po shtu? ma? Qësh je i nderuam? Mirë. Po shkojnë me livrua? Po me livrua, me mjellë, pak dhëmë. Ti i banori Samadrejqës? Po, pardon, Samadrejqës. Qësh është jeta në këtë fshat? Mirë, jeta është e mirë, veç punë po duhet me punu ka pak, edhe jeta mirë. Tash nëshëm se jom moshe vjetër, po mirë jemi të kalu. Sa vjeqar jem fajt? 63. 63 Për vjeqar. 4 për shkajnë. Edhe po punën, do më thonë mirë shme. Ja, e morë mirë me bësi, me bëstori, me kejtë, po nuk kemi bëstori, tash veç me bësi, dhe unë ka la moqë që të mjellë, neshtët, edhe mirë jemi të shkullë. E qësh ka e jetës, për shamull, edhe me vneshta, me këto, Mirë, si vjetë sejnë atje shumë e mirë kemi hecë, sa kemi mujtë me konumi të heka të rukë. A mujtë do me kemi adolle? To gjithë në këna merrin ta si lusat e mbaj, edhe ka pak servicione po marrin për shtetit, për ne jopim, ka 5-6 tjera dhe për mjellën qëto. Ani shumë mirë se pak edhe shteti po ju Po, ndihmon, ndihmon, është po. edhe pse jo me zhvillu toka se cili kona për fshatra dhe bravo që i punoni. Ja, qështu. Po, Samadrejgja, ka hiqbanora, ka Ka, migru njerës. ja, ka. Am ka në shtetet huja edhe tu kemi mitë. Jo pas ashtu për afërsis, po jemi, se unë për veti kom 5-6 antarë tjene, jo me 8 antarë këtu në shpi. 5-16 Antarë antarë janë i mërgim. mërgim, 8 janë në shpi jemi. E dja makinë më Po, jashtë. 4. Qësh është jeta atja, e shku me vizitu Po, ju konë ja 3 javë, nuk më pëlqej mu në Hiç atë. s'pëlqej. Ja, mu jeta ma mirë këtu. E Me qësh bëse. s'pëlqej batë hiç? Po e gjuna nuk mushne me ditë, shka me ne badjava, unë jë mësu me punu, veç punë. Edhe nuk mujte me qëndru. Ja, s'mujta me që në uri, ja 2 javë kum net me ura me këtë. E qa po menon tash ti për shembull që po migrojnë njerëz, ti edhe vetë pas ke familje? Vallaj, me mujtë me kry kejtë ata, kënena, mirë bojnë pos. Zvinë, mas pajtë mitë zvinë, e të tjertë nuk mujnë me ditë ato, se s'ka jetë aty në mjerë, se duhet. Për fmi, po, një pa mesa shka bonë për fmi, po, për djemë të mire unë e mos, s'kemi shka shkojmë me anime. Mosha o bo, tash, edhe s'mujnë me punu sa si, a këtu mirë. A menon që ka marrë një kohë që nështë kanë më këthy se Ka mundësi. E djemë të tu, a kanë pos në e plana? Vallaj, planë e konë, po tash pipesin që të litat pensionera ato, kur dalim pensionera ashtu, po duhet sot me
Më konë ka shpia, për një në minimu aty, që të më shku. Atë ka ndimu heqën dhe rumë, që sa Po, vjetë? mirë. Po, këtu përnoj, unë një kom këtu, me ato rritëm më mirë se ngër vetë. Mendon që është jeta më e mirë atje, këtu në Kosovë? Ja këtu. Këtu në Kosovë? Tu, ja, këtu. Çka? Ka të mirë? Vallaj, tonat, si thënë, këtu jonë të mira. Tonat mirë. Shka më thonë. Qaj që do me punu, tonat mirë. Aj që s'do me punu me netë, kokër shpinës nuk ka ka kufiq. Nuk fej, ka ko as Gjermania s'pa në mon, as Kosovë, as ka ko s'pa në mon. Ashtë për menoj njerës të fush me lule, ku shkojsh atje të presin me Ja, ku kam po me lule. Aty që bëjshem një kohë sa vole, një gurë dhe ikin punë, sa vole, dark, tash me si jo me thmi, pja bon darkën. Reja aty një pa mesa, një. Edhe me thonë qka pe atje ndryshe që nështë se ke ditë? Kur shkuve atje qka pe ndryshe, që se menove që ke Aty ish veç që ish qëtësia ish ma mirë. Po, siguria, qëtësia, regula. Qëtona. Se për ka na punë si kana, si atje ku të shkojsh duhet me punë. Pa punë s'ka. Në cilin vend i ki djanë të në Gjermani? Wallaj, nuk e di bashkë mirë, jem konë gjakësherë, Jo, nuk e në di. cilin shtetë po menoj? Po në Gjermani, po në Gjermani. Edhe ata po mendojnë ajherë nështë ta vjeni kuqë edhe kthejhen këto. Po prap edhe këto, qka mu këthy? Do me thonë, mundësi ma pak... Po që ta trit, një pa mesat mirë, kajtë atje kanë me asime, se dokumentet bëjnë bojnë, a me këta moshës ma të vjeta që jonë, bojnë aki këthejnë me pensionia, këthejnë pak, marrë një shpak. Shofa në përgjësin, dhe rumë janë praktisë shumë. Po, ja. Në këtë rast edhe Samadrejgja Po, Samadrejgja, po, ja, ka, bilem banorë ma shumë se Samadrejgj, asë një fshat nuk ka për mërgjim. Kajtë ka, me Slovenia, me Gjermania, Zvicër, Italia, kajtë janë. Ishtë një fshat shumë i madh, shumë interesant, ke shumë kafe, ke ambulant, po, ka, kajtë ka. Gjami, do me thonë, gjitha i keshe këtu në këtë raton. Ja, po, pak i njerës gjatëm na, dhe tashti livadët e këtu asë nuk pom na i lopë, ose ditë shka, nuk po mirën asë me blektori. Pak mirën. Pak. Pse i ndërun, po menon që ka arë që ke ku që se tash po të shprit si mosha jeme 2-3 copa vi pas, mujmi mjesi, po problemi të shimit, të dzisi, të unë, po duhet këtë me angazhua, pa pas 2-3 vetë, po mujtë vetë, një shka me po, këtë teknikë edhe në bo, po gjinë s'pëkimet me teknikë. Po edhe janë largu njerës shumë prej fshatrave, prej... Po, ja, këtë të tritë. A e keni mendu që ka marrë këtë ditë? Kur hiqë se s'ku menua, ku më thonë djemë të mirë, rrinë tu, po unë jam prej dhe babgjyshi, i të vjenë djemë të mirë nga betë. 60 vjetë, 7 vjetë. Pa jo konë Slovenia, 40 mujoshe, 5-6 mujoshe rrike dhe vite. Atash ma ka një vitë në po vinë ata. Po që kemi një, tash pa në monë vene një, ka i tash po duhet në një kohë asi. Dhe po dojnë ma të për sugërime, atje këtu s'ka sugërime. Kemë bëjësi me pas një sugërim vogël, më një monë. Po me bëjtësi ti mbjell do me thonë me vneshta, me grur, me misër? Po me misër, shpeta bashkë. Apo kofi tim heq? Vallaj, s'ka me thonë. Tash me qëto subvencionet e në, pakë për në një mojnë. Pak, që atonë, veç pak. Se qera këtë me tonë po du një blejë, shajtë më pak. Veshta që ka pak shtajtë. Fora shtajtë, ka në tonë ku bishesën pak ma lije për në vje. Inderum, që so ku merësh me vujtësi? Ma me mene gati të jetën. Gjithë jetat ka shumë të merë me... Si e këmë këj shkollën 8 vjeqara, e të këni jom të mjellë gjithë dhe më kalamoj neshta qëto. A i keron e herë pishmoj në shta që merësh jo, kur unë atë pëlqen? Unë bëjshien e fortë e duhë, se tjetër se në smuj me punu që të bëjshie këmë dash prej kohës, edhe që tu këmë. Je rrit, do me thonë, që to jem rrit. Edhe në mo nuk e shë vetën jashtë. Po a i kishe sugjeru dikujt më mirë me këtë punë, do me thonë? Qa i kishe thonë rini sot? Se për shembull rinia sot po shkojnë ma kaporet e shpejta, kështu. Shumë pak po dojnë më mirë me punë lektorisë e bujtësi. Po nuk ka fort shumë e sopë, jashtë që si kohës tonë, se të rritë gjallin e kom, punon si mjeshtë, punon shpia, punon klasine, a nuk mund më marrë me mu. Pse nuk mund më marrë
me ty. Se I fortë, pizdel ma tepër anina se me besi. Djallit. Ashtu po thua. Po, edhe me Gjermaninë e shtyni. Edhe me Gjermaninë. E këtu djali i vogël Jo, i treti mos. I treti po. Kosovë. Kosovë punon me E gjithë punon familjen. ndërtim? Ndërtim, po, ndërtim. Edhe po du që rogat shumë të mira. Po. Se për një punëtori i djallit tem po e merr 1.000 €. Fëmijët atje si del 1.000 €. 1.000 €, do me thonë me rrugë këtu në Kosovë, Mujin, po. me ndërtim. Po me ndërtim. Si punëtor, po të mënë, ata mirë si gjonë, ata vete dhe heqin punën që. Edhe këgja pare, 1.000 € normal. Po dhe, për një punëtori nuk është asë i pak që shtunë edhe të bohat. Sa për shambull, ka i rrugat janë shumë të vogla, është në përgjithësi në krahasje me çmimet. Ja, po. Po prapë po m'vjen mirë që djali yt po e merr ka një rrugë këgja të Po, knaqshme. ja të knaqshme me shtunë, po. Edhe të fëmijët vetë, Sa nuk herë është. njove ka përshem? Një herë njove. Po, një Një herë ndjela, njove po, përshem, ndjela. po. Fëmijën këto, po. Tuka. I nderuar po thuç që mundesh me bë një jetë këgja të mirë edhe këtu. Nëse do me punu. Po. Po apo mendon që po punuj sa duhet. Po punojnë. Po. Po punojnë, po punojnë. E nderuar në secilit ja bëj një pyetje edhe ti a ke një mesazh për fund? Një pyetje të fundit, do me thonë, a kam shtu një mesazh për rinin. Kujt po ja jep një mesazh? Po që pja për me rinjës, po rinja sot një të punojnë. Tjetër sen, s'ka me thonë, ma një vetë një të punojnë. Le të punoj. Po, një vetë punë, pa punë nuk ka. Deshta me të pyet edhe diçka, ku e shet të ardhmen e Samadreqës? Ku e shet Samadreqën pas disa viteve çështo është, do me thonë? A e sheh hala me mërgjimtar të kthym, apo secili Ja, për A më sheh hala ma të për braktisën? më braktisën, për aton po. Se po qijet e një veç, si për kënë shkollën, ikin, dalin, për që një jetë pak ma të mirë, po s'ka me mujtë me arritë ato. Prapë kanë më kësishtu. Po thua? Po, 100% ato. Dash një sot e shoki jem që ka do një sot, unë e po thonë që nuk Unë s'po menoj bashkë shtu se tash të cili e shush, edhe s'ka. po shpresoj shumë fjala jote, po shpresoj që shkon veshën e dur dhe i nderuar për mua kja shumë derë dhe kënaqësi me Faleminderit. bisedu me ty. Faleminderit Faleminderit. shumë. Kaloni mirë e Hajde, punë të martë. faleminderit. Përshime.